historian Ilirian Gjika, operatori Nuri Korita dhe unë si gazetar Makupone, përsëri në ndërtimin e emisionit të radhës. Këtë radhë let në e thot vetë profesor Gjika, cili do tjetë itinerari ynë. Itinerari ynë do tjetë Fier Seman në kërkim të gjurmëve të vjetra të trafikeve tregtare dhe ekonomike dhe duam të ndriçojmë pikërisht gjurmën e rrugës Skela e Semanit, e cila u ngrit në vitin 1880 nga Vrionasit dhe që ishte një nga arterjet kryesore ekonomike të Fierit, pasi nga kjo skel eksportoheshin prodhimet bujqësore dhe blegtorale drejt tregjeve italiane, drejt tregjeve greke, drejt tregjeve të perandorisë turke. Dhe pikërisht këtë gjurmë Skele e Semanit Fier duam ta ndriçojmë sot nëpërmjet kamerës së emisionit tonë. Dhe zgjodhëm pikërisht këtë vend që ne e njohim si rruga e Semanit, ku kryqëzohet një tjetër arterje e transportit, po kjo tashmë një arterje e re për Shqipërinë, gati 50 vjeçare, që është hekurudha shqiptare ose segmenti i hekurudhës Fier, Ballësh, Vlorë. Dhe është e çuditshme që pikërisht këtu në këtë rrugë, që të gjithë siç e thash ne e quajmë rruga e Semanit, për arsye sepse këtë përdorim pati dhe nga fshati Seman, por dhe nga plazhi Seman i frekuentuar ai shumë nga pushuesit fierak. Por kjo dikur është quajtur pikërisht rruga e anglo-persianes, sepse aty diçka më tej përballë me ndërtesën e dikushme të komitetit ekzekutiv të rrethit Fierit ose të policisë tatimore që është sot, kanë qenë zyrat e kompanisë angleze të naftës anglo-persiane, e cila erdhi në Shqipëri në fillim të viteve 1920 me shpresën se do të gjente burimet naftmbajtëse ose vajgurore siç quheshin në atë kohë. Dhe pikërisht kjo rrugë, që dikur quhej rruga e Semanit, rruga ose shtegu i anglo-persianes, kështu na e përmend të paktën Jakov Xoxa, sot përsëri ka marrë, është ridimensionuar dhe ka marrë